Moti keq ka gjunjëzuar Shqipërinë prej ditësh, teksa rreshtit intensive të shiut kanë shkaktuar përmbytje masive në toka dhe banesa nga veriu në jug të vendit. Situata e raportuar problematike edhe në qarkun e Fierit, ndërsa sipas përditësimeve të orëve të fundit, gjendja po shkon drejt normalizimit. Drejt normalizimit është dhe situata në qarkun e Korçës. Sot gjithashtu do të bëhet dhe shpërndarja e ndihmave për të gjithë familjet e prekura nga përmbytjet, banesat e të cilëve janë dëmtuar rënd. Niveli i lumit të Vjosës, Semanit dhe Shkumbinit është në rënje, ndërsa ujërat kanë filluar të tërhiqen nga tokat bujqësore. Ndërkohë dëbora e parë ka rënë në qarkun e Korçës, duke zbardhur malsinë e Dartës, Vetkuqit dhe Shtyllës. Deri më tani situata nuk paraqitet problematike pasi rreshtet nuk janë intensive, ndërsa në rrugë ndodhen dhe borpastrueset. Nga Ministria e Mbrojtjes ka përditësuar të dhënat e 24 orëve të fundit, teksa raportohet se situata paraqitet përgjithsisht drejt stabilizimit, megjithëse në disa qarqe vijojnë problematikat e akumuluara nga prurjet e larta të lumejve, rrëshqitjet e dherrave dhe dëmtimet në infrastrukturë. Nivelet e shumicës së lumejve janë në rënje, ndërsa hidrovorët në zonat më të prekura po punojnë me kapacitet të plot. Forcat e emergjencave, forcat e armatosura, strukturat vendore dhe ekipet e ndërhyrjes së shpejtë mbeten në terren për normalizimin e situatës dhe mbajtjen nën kontroll të zonave me risk. Sipas situatës në qarqe, qarku i Vlorës, hidrovorët e Bashkisë Vlorë janë në punë me kapacitet të mblot. Niveli i lumit Vjos në Novosel vazhdon me trend ulje. Gjatë ditës së djeshme, në ndihmë të situatës erdhën dhe forcat e njësisë së komandës mbështetëse.